nuk largohet. Dhe tha dhe një gjë përpara që duhet rotacion dhe duhet largohen këta. Nuk largohet. Kjo është eksperienca historisë politike që vetë nuk largohet askush. Vetë nuk largohet askush. Atëherë, çfarë forme dhe çfarë mënyre do gjetë ose përse ne jemi kaq pa afqit prodhim një presion për këtë elitë politike. Unë kthehemi pak ke shoqëria se gjithë dhe më gishtin, mos jemi dhe ne si shoqëri shumë e dobët. Po, shiko si është. Shqipëria është vend i vogël. Komprometuam si shoqëri. Shqipëria është vend i vogël dhe ka shumë të vështirë të krijojë flukse, domethënë socialo-politike të forta që ta trubullojnë, ta trondisin politikën. Këtu nuk ka fuqi ekstra politike të cilat mund të veprojnë dhe të ndikojnë mbi politikën. Kur them ekstra politika ka fjalën për mekanizma të tillë që demokracia ka rregulluar dhe i ka vendosur aty u ka dhënë hapësinë e vet që janë shoqëria civile, mediat e pavarura, si pushteti 4 madje i quhen, dhe nga ana tjetër sindikatat. Ne nuk i kemi këto. Se sindikata s'kemi se s'kemi industri të tillë ndërmarrje dhe atje ku janë nuk i lejojnë të ngrihen. E dyta është shoqëria civile natyrisht është për bukën e gojës. Do thënë ata jetojnë, ata punë që bëjnë shoqërinë civile kanë për të jetuar. Dhe parat i jep tjetër kush. Shoqëria civile merr para dhe i përdorin para ta themi Landi jo për të kriju shoqëri civile dhe për ndërgjegjësu, po i përdorin për vetë për të bë biznese, për të blesh se i ditësh edhe këto. Po pikërisht. Shoqatat e që janë këto. Atë jam duke thënë që ata kanë komentuar rolin e tyre. Po pra. Ashtu. Dhe mediat pastaj dihet se dhe unë them këtë tjetër, ai demokraci sa kemi në Shqipëri, aq hapësira të kuptimit mediatik dhe të kuptuarit të debatit është për merit mediave, sepse megjithë dihet që është e përballshme kjo, nuk është vetëm në Shqipëri, që tashmë kemi një oligarki mediatike, që do të thotë oligarkët financiar ose le të themi dhe bizneset e mëdha, pa qenë oligark. Ata secili nga ata ka bërë sot mund të bësh kollaj një media. Përveç televizionit të mëdha bën ja siç është një podcast, mund të jetë një në rrjet social, domethënë pra mundësitë janë të pafundme. Por nga ana tjetër, gjithmonë këtu do të ketë gazetarë që duan profesionin e tyre, që janë pasionant. Dhe kjo që bëni juve sot është kontributi i jashtëzakonshëm për demokracinë, dhe si ju janë 10 të tjerë në Shqipëri. Pse sepse pa asnjë lloj interesi, pa asnjë lloj përfitimi, thjesht nga pasioni, se profesionet janë dhe pasion. Aktivizmi është pasion. Është dhe kosto, kjo krijon dhe kosto. Mirë, kërkojnë që të kesh qafë të fortë, mos e ulësh qafën. Edhe Shqipëria i ka këta njerëz. Dhe unë prandaj e shikoj dhe ato 4-5 mandate që morën partitë e vogla, e shikoj si një rrezë shprese, kupton që sistemi që këta e mbyllën, e bunkerizuan, dhe këtu ky është fakt, që në 2008-ën Rama me Berishën, Rama si interesonte se qenë opozit, dhe në momentin kur ty vjen dikush dhe të jep një mundësi që ti marrësh gjitha pushtetet, pse jo? I merr normale, duhet të jesh për të së vërtetës duhet të jesh një super burr shteti, që thua unë limitet e mia i përcaktoj vetë. Që unë nuk i dua të gjitha pushtetet, por unë dua deri këtu sa më jep lejon demokracia. Por në Shqipëri kemi të bëjmë me politikanë që mendojnë nga një lapar zgjedhjen në zgjedhjet e ardhshme, nuk është se mendojnë për 30, 40 vjet apo për gjeneratat. Dhe këtu bëhet dallimi midis asaj që quhet om politik apo om d'État. Om politik njeriu politik, i cili mendon vetëm për pushtetin e radhës, si ta fitoj atë me ç'mekanizma, dhe om d'État është ai që mendon si burr shteti që për interesat e gjeneratës, për interesat e vendit mund të sakrifikojë edhe karrierën e tij.